përderisa shkohet tek numri 2, pa tjetër që mund të arrijet, apo s'mund të arrijet edhe tek numri 1, e kam fjallën gjithmonë për SPAK-un. Shikoni, ka një ndryshim të raportit të kryeministrit me drejtësinë gjatë muajve të fundit, gjatë javëve të fundit, dhe ky shihet në disa elemente, ose në disa, po themi, dimensione. I pari është që deri dje ne kemi parë që kryeministri shkarkonte zyrtarët e tij dhe më pas ata bëheshin objekti i punës së SPAK-ut. Kemi parë, tani duhet të përmend gjithë Ilir Beqa, Lefter Koka, edhe mjaft funksionarë të tjerë, që largoheshin Arben Ahmetaj, që largoheshin fillimisht nga kryeministri, dhe më pas, si thua, SPAK-u ndërhynte. Ne e vëmë re një ndryshim të këtij kursi dhe të këtij realiteti, që me arrestimin e Rënveliajt, i cili u arrestuan detyrë, ndërkohë që deri një ditë ose 2 ditë më parë ishte në aktivitet në qytetin Studenti me kryeministrin Edi Rama, po kështu në vazhdimësi edhe me zyrtarë të tjerë si Milinda Kalçanaj ose zëvendës kryeministra Belina Balluku. Pra kemi një ndryshim të raportit midis drejtësisë dhe qeverisë dhe pushtetit. Nuk e di nëse kjo ka ndodhur sepse deri dje Edi Rama kishte informacion për këta që do goditeshin dhe i lëshonte para se drejtësia t'i godiste, apo sepse nuk ndihej implikuar dhe tani ka vendosur t'i mbrojë. Kjo mbetet për t'u parë me kalimin e kohës, por të ky element që përmenda është dhe ndryshimi i dytë. Pra për te atit parit është ndryshimi i dytë që deri dje kryeministri kishte vendosur të mbante një qendrim të tipit bashkëpunëtorët e mi Han Darda pas krave të mi, dhe ne nuk kemi asnjë përgjegjësi politike, sepse përgjegjësia është personale, deklaratë të cilën ai ka përsëritur me 10 herë, edhe në mbledhjet e grupit parlamentar, dhe papritshmas ky qendrim tani ka ndryshuar, ai ka vendosur në një farë mënyre t'i mbrojë të gjithë të goditurit nga drejtësia e re. Pra, jo vetëm që nuk i ka larguar më parë, por edhe në momentin që ata goditen nga drejtësia, domethënë sot në momentin që ne flasim, drejtoresha e Akshit është Milinda Kalçanaj, pavarësisht se është komanduar dikush tjetër. Por ajo vazhdon të ndërtojë. Sot në momentin në cilin ne po flasim, megjithëse ka një kërkesë për të arrestuar, zëvendës kryeministre në detyrë, madje jo në detyrë, por zëvendës kryeministre me fuqi të plotë, sepse i dha të drejtë dhe gjykata kushtetuese, është Belinda Balluku. Pra, kemi një ndryshim të qëndrimit, po edhe politikën, sepse ne e dim që Edi Rama gjatë javëve të fundit i ka kritikuar dhe etiketuar mjaft ashpër, po themi, oficerët e BKH-s dhe të SPAK-ut. Sepse Edi Rama e ka këtë ndryshim qëndrimi, a e ka sepse politikisht ai ka vendosur t'i mbrojë të tij. Edhe luhatje ka patur gjithsesi në këtë qëndrim, po. Shikoni, në përgjithësi ai, domethënë, ka një ndryshim për mua, si e lexoj 180 gradë. Pra deri dje thoshte nuk ndërhyi, i përgëzonte, ka disa muaj që ka qëndrime. Ka disa muaj pra që kanë qëndrime 180 gradë, edhe në rastin që erdhën ato zyrtarët e BKH-s nëse mbani mend në zyrën e tij, në godinën e kryeministrisë, mbajti një qëndrim të ashpër, por edhe më herët tha që nuk mund sillen oficerët e BKH sikur janë në tokën e babës së vet, edhe tha që mos të guxojnë ata të kërkojnë celularin tim, pra sekuestrimin e celularit tim. Pra kemi dukshëm një ndryshim të qëndrimit politik. Tani, a ka ndryshuar qëndrim politikisht Edi Rama, sepse e vlerëson ndryshe drejtësinë, apo ka çështje tjera, këto pritet të zbulohen gjatë javëve në vazhdim. Si të duket kjo betejë e qeverisë me SPAK-un? A mendon se do të intensifikohet? Çfarë qëndrimi mendon se do të mbajë qeveria për Ballukun? Është data 28 që është mbledhja për Këshillin e Imunitetit për mandatin, por ka edhe një vendim në datën 22 janar, pra shumë shpejt këtë javë bie marta në mos gaboj, gjykata kushtetuese për. Unë nuk besoj, nga informacionet që kam, nuk besoj që në datën 22 janar do të ketë një vendim të gjykatës kushtetuese, por do të ketë një nisje të procesit. Unë ashtu si nga ana tjetër nuk besoj që do të ketë një vendim përfundimtar në datën 28 mos gaboj ose 26 të parlamentit, në 28 ku do të mbledhet Këshilli i Mandateve. Pra, ashtu si e lexoj unë, kjo është strategjia politike e kryeministrit që ka zgjedhur partia në pushtet, pra t'i zvarris këtë çështje dhe t'i shtyj. Nëse zvarritja vjen nga dëshpërimi, ose është pjesë e një strategjie, ose është, po themi, për të kërkuar kohë, për të bërë lobimet ndryshme, për t'i sfumuar këto skandale, kjo mbetet për të parë në javët dhe në muajt në vijim. E vërteta është që të gjithë janë në një farë mënyre në një lloj situate pritje. Pra edhe majoranca, edhe opozita, edhe media, po doni edhe opinioni publik, janë një situatë pritje se çdo ndodh me këto dosje, po themi mjaft të rëndësishme që prekin, po themi bashkëpunëtorin më të ngushtë të kryeministrit Rama, që është zëvendës kryeministra Belinda Balluku. Kjo nuk është në dorë, përfundimi i kësaj lufte ose i kësaj betejë nuk është në dorë as të kryeministrit Edi Rama dhe as të SPAK-ut. Këtë e ka në dorë faktori ndërkombëtar. Pra ata që janë fakt protektorët dhe mentorët
e institucioneve të drejtësisë dhe konkretisht të SPAK-ut, ashtu si do të cilën ata dhe verdiktin në një farë mënyre që do t'i japin ata, është një verdikt jo publik, por mënyra se si do të cilën ata, ashtu pastaj do të vijojnë dhe këto çështje. Kujtoj, fjala vjen në rastin kur ata kërkuan arrestimin e Samir Tahirit. Në fillim, mazhoranca e mbrojti Samir Tahirin, e bllokoi kërkesën për arrest me argumentin që duhen më shumë prova. Kjo nuk mund të bëhet tani, se me sa duket ka 16.000 faqe prova në këtë dosje, por unë kujtoj që u ndërhyri ambasada amerikane pranë kryetarit të kuvendit, kryetarit të mazhorancës dhe më pas parlamenti autorizoi arrestimin e Tahirit. Nëse kjo do të ndodhë ose jo tani, mbetet për të parë, prandaj thashë që në një farë mënyrë janë të gjithë në një fazë pritje se çdo të ndodhë pasi mazhoranca të mbrojë këto. Mirë, vëmendja deri tani tek mazhoranca, por do të kalohet pak edhe tek pjesa e opozitës, tek protestat. Në datë 24, zoti Berisha ka anoncuar një protestë kombëtare, pra që i bie si sot javën që vjen, të shtunën e ardhshme, ndërkohë që po sot Adriatik Lapaj ka bërë thirrje për një protest që do të jetë për rreth 30 minuta në orën 18 tek kryeministria, sheshje përpara kryeministrisë, aty ku është edhe qendresa prej mbi 40 ditësh. Kështu që erë dua të shkoj në lidhje të drejtë për drejtë me Marcel Rupin, i cili është në terren për të ndjekur nga afër protestën, për të parë se